dituria është një mekanizëm shumë i fuqishëm për një popull, për një shoqëri. Dhe një shoqëri vlerësohet aq sa ata e vlerësojnë diturinë. Një shoqëri ngritet aq sa ata e zhvillojnë diturinë dhe arsimimin. Një shoqëri, pra, është model aq sa ata kontribuojnë në zhvillimin e arsimit dhe të diturisë. Për këtë arsye, sa jemi ne si popull që po japemi mas diturisë, sa ne po investojmë në dituri, fatkeqësisht jemi prej vendeve më të dobta në Ballkan në kërkimin e diturisë dhe në nivelin e arsimimit. Andaj, në qoftë se dëshirojmë të jemi popull i ngritur, në qoftë se dëshirojmë të jemi popull ndikues tek të tjerët, e jo të tjerët tek ndikojnë tek ne, në qoftë se dëshirojmë të kemi mendje të ndritura, mendje zbuluese, mendje kritikuese, mendje të cilat ndikojnë tek të tjerët, e jo të tjerët në mendje tona, duhet ta zhvillojmë sistemin e arsimit. A kemi arritur këtë? Fatkeqësisht nuk e kemi arritur. Fatkeqësisht jemi prej popujve që më spaku lexojmë. Për këtë arsye, jo rastisht edhe ata të cilët e matin nivelin e arsimit në Kosovë, siç është PISA, dalin prej vendeve më të dobta në sistemin e arsimit. Dhe në një statistikë të Agjencisë Kosovare të Statistikave të Kosovës, prej 1.775.000 librave të cilat janë në bibliotekat të gjitha qyteteve të Kosovës, na rezulton se prej këtyre 1.775.000 librave dalin vetëm 156.000 lexues. Pra, që është një dozë shumë e vogël, një numër shumë i vogël i lexuesve në Kosovë. Sa jemi afro 2 milion njerëz, pra vetëm 156.000 pra janë ata të cilët kanë marrë dhe kanë lexuar libra. Gjithashtu të nderuar vëllezër, në një anketë të cilën e kemi lexuar më herët, kur janë pyetur kosovarët në kohën e fundit, se cili është libri i fundit që e keni lexuar, ose a keni lexuar ndonjë libër gjatë vitit, 45% të kosovarëve janë përgjigjur që asnjë libër nuk e kemi lexuar gjatë vitit. Por unë mendoj personalisht që ky rezultat nuk është i saktë. Sepse ne mendojmë se 95% të kosovarëve asnjë libër nuk e lexojnë gjatë vitit. Përndryshe, nuk do të ishte ky nivel i arsimimit në vendin tonë. Andaj, përderisa populli jon paguan për një natë një këngëtare që i këndon kokainës, që i këndon drogës dhe dukurive negative, i adhëjmë si bakshish 10.000 euro. Dhe mësuesit, arsimtarit, profesorit, që edukon djalin dhe vajzën tonë për gjatë një viti, nuk ja dham si dhurat një darkë, jo 100 euro, 200 euro, 500 euro, 10.000 euro, sikur se këngëtarve, por vetëm një darkë, tu ashtrojmë atyre në fund të vitit dhe tu thomë faleminderit, ju po kujdeseni për djemt dhe vajzat tona, faleminderit, ju po i zhvilloni ata, ju po i edukoni ata, përderisa mos ndrojnë këto peshore dhe ta vlerësojmë mësuesin dhe prej pagave më të larta t'ia vendosim mësuesit dhe hoxhës, sepse ata janë yje ndriçuese, i ndriçojnë njerëzit për t'u larguar nga ignoranca tek ndriçimi i diturisë dhe njohurive të thella, gjendja jonë si popull nuk do ndryshoj kurrë, vëllezër dhe të nderuar motra.